Ne dyshojmë që mbrapa kësaj ka tjera gjona. Për 99 vite, 75 hektar tokë i bjen diku 1 euro për hektar tokë. Pa e pis komunitetin nuk bojmë. Po ndodhi e kundër. Kemi ardhur në fshatin Nasal në komunën e Gjilanit. Komuna e Gjilanit do të më dhënë në shfrytëzim një kompani prej Ferizajit për 99 vite, 70 dikun mbi 70 hektar. Tokë në shfrytëzim për 99 vite. Kjo kompania ka propozuar që kanë me miell për 99 vite, kanë me investu 600.000 euro, kanë me bu një depo, kanë me miell arë, lajthi, edhe çështje të tilla që kanë me na dhënë detaje tash një qytetar këtu, një banor i fshatit. Çka ka ndodhur tash? Një asamblesë i PDK-s e ka publikuar në Facebook që kur ka shku propozimi në komunë për me fut në rendite, për me votu edhe me dhënë në shfrytëzim mbi 70 hektar këtu në fshatin Nasal, e ka pasur numri kontaktues i kompanisë e cila ka aplikuar për me marrë në shfrytëzim për 99 vite këtë pjesë, që po e shihni pra është e shtetit. Numri kontaktues ka qenë i një zyrtarit që punon në kabinetin e Alban Hysenit, pra kryetarit të komunës së Gjilanit. Normalisht kjo ka ngresë shqetësime edhe tek atundi këtu, e kemi asamblisën e PDK-s në intervistë, e kemi një banor këtu, edhe pastaj edhe kryetarin e këshillit të fshatit. Unë jam Roshdi Selimi, aktivist edhe përmes gjitha punëve në fshatin Nasal, dhe jemi të shqetësuar kur kemi marrë vesh për dhënien e tokës shfrytëzim, nuk kemi pas kur fare njohërie. Do thotë nuk është konsultuar askush i fshatit. Askush s'është konsultuar, mirë po këshilli i fshatit, ne ka marrë masat dhe kanë marrë takimet dhe kanë marrë qëndrim që në kjo formë dhe kjo mënyrë e dhënies së tokës publike shfrytëzim për 99 vite nuk përket me realitetin. Po, do thotë ju jeni kundër me dhënë komuna në shfrytëzim për ato çështje që ka aplikuar kompania. Sepse ata kanë aplikuar, do thotë për me miell arra, grun, diçka të tillë. Po intereson kompania në fjalë për ato produkte që ka cek, kjo nuk i plotson kushtet as 5%. Okay. Këto janë koda minerale. Janë bërë shumë analizat dhe këtu janë Ministria e Mineraleve dhe Zëtarisë i di mirë këto koda me shka janë pajisura dhe kjo nuk është tokë bujqësore. Asnjë hektar tokë bujqësore s'mund më kanë këtu. Po, do thotë nuk mundet me u prodhu ose me u kultivu për shembull arra ose lajthia ose jo, asesi jo. Asesi jo, kjo vetë duke nuk di qysh kanë mujt me apliku në atë formë. Po, apo dyshoni që ka diçka mbrapa? Po ne dyshojmë që mbrapa kësaj ka tjera gjona, tjetërsimi i pronës, për mënyra për forma tjera. Okej. Se son këto për bujqësi. Ju si antar të këshillit edhe si banor të fshatit, keni me kundërshtu këto? Po, na kemi kundërshtu vetëm, kemi bërë peticionin, kemi informuar organet komunale, konkretisht kryetarin, konventin e komunës, grupet parlamentare, dhe gjitha kanë marrë masa. Po, të shohim tash domethënë përgjigjen. Të shohim përgjigjen e kryetarit. Se çka vjen. Me datën 22 qershor na ka ardhur në rend ditës futja për dhënien në shfrytëzim të 75 hektarëve tokë për 99 vite të biznesit Nordkos, i cili është themeluar shumë kohë më herët. Para sa kohë është themeluar ky biznes? Afër muajit prill me gjas, Do thotë është tash 2026. Po, edhe çka është shqetësuese dhe sepse biznesi që ka aplikuar në drejtorinë për gjeodozi pronë dhe kadastër gjendet numri i njërit prej antarëve të kabinetit të kryetarit, e cila ngrit dyshime për raportet mes tyre dhe shka është shqetësuese fakti se pastaj është larguar nga rendi ditës pas presionit të partive opozitore, konkretisht PDK-s edhe mediave. Unë kur e kom pa në numrin e antarit të kabinetit kryetarit, kom dash këtë pyetje më apo direkt kryetarin në seancë, me qenë se kryetari nuk ka ardhur me raportues për periudhën një vjeçare të 2025-s, as periudhën 6 mujore të këtij viti, që realisht e ka obligim ligjor. Unë këtë gjetje, si më thonë, e kom shpalosur përmes rrjeteve sociale. Po, domethënë për me kuptu qartë publiku, Burhan ju po na thoni që çdo dokumentet e kompanisë kur ju kanë ardhur juve si propozim, që kompania ka aplikuar për me marrë në shfrytëzim 75 hektar këtu në Nasal. Do thotë që kjo pjesa mbrapa
për me kuptu edhe publiku, është pjesa mbrapa, është tokë e shtetit, pra tokë që menaxhohet prej komunës edhe ka shku propozimi pra për me dhonë në shfrytëzim për 99 vite. Që tu ka apliku që e kompania që shëpat emrin? Nordkos, e cila është themelu në prill të 2026, ose do më thonë mujt para prak, pra tepër afër para se me apliku për me marrë shfrytëzim që tokë. Aty, kur ka hi Burhani, e keni zgjedhë numrin kontaktus të kompanisë, ka qenë numri i zyrtarit që është pjesë e kabinetit Talban Hysenit, pra kryetarit Gjilanit. Pra, do më thonë që tu e nxetje deri me tash. Nuk ka shku që kjo procedurë ma përpara. Jo, sepse është largu nga rani ditës. Me njerë. Po, e kanë nxjerrë një arsye për me largu për rani ditës e nuk ka ardhen. Apo mendon që ka me bloku që kjo çështje? Po, realisht kjo nuk duhet me kalu, për arsye se investimet që kanë me u bë këtu nuk korrespondojnë me vlerën edhe vitet që janë dhënë, ku dikon realisht aty ka më investu dikon 600.000 euro për 99 vite, 75 hektar tokë i bjen dikon 1 euro për hektar tokë, që është shumë e vogël edhe pa pranueshme. Kështu që mendoj. Çka ka paraqit biznesi Burhana, keni mujt me pas çka po mendojnë ata me bu këtu me 600.000 euro? Po, ata po planifikojnë me mbjell lejthi, me mbjell arë, me mbjell grër dhe elb, që në propozimin e projektit biznesin, plan biznesin nuk është paraqit askond për shembull një analizë mirëfill të tokës, sepse a kultivohet gruri ose elbi ose arra ose a njihet fshati Nasal për prodhimin e këtyre? Po njihet, ama meqense se kjo është teren kodër, edhe është më shumë gurin që i thonë, nuk ble me dyshu që kjo aty nuk mbahet, nuk kultivohet gruri ose ajo, meqense se është para gjykim, mirë po nuk ka një analizë mirëfill tokës që me ditë saktësisht se këto varietete a provohen këto ose a ka rendiment të asajna për me qenë sa më produktive biznesi që kish me operu këto. A mundeni me na thonë çështje pritet si këshill i fshatit çështjen që ka shku propozimi veç për me dhënë në shfrytëzim për 99 vite këtë tokën, domethënë që është pjesë e fshatit këtu? Shumë lajm i keq. Shumë lajm i keq se na këtu jetojmë për bujqësisë, lektorisë, lop, kemë lektori që të kollohen këtë. Si të na morën që tu, ka me shkuna. Në ato në Marovës, është territori partishit. Nesër mi tek nuk le me dalë ata. Nuk le me shfrytzu. Na ka me shka do të rëndë. A keni fol diçka me komunën ose ka ardhur dikush i komunës me ju konsultu para prakisht? Jo, asnjëherë para zgjedhjeve unë kom bisedu me Alban Hysenin, kryetarin. Edhe më ka thonë pa komunitetin çka të bëjmë diçka investim, diçka pa e pyet komunitetin nuk bëjmë. Po ndodhi e kundërt. Okej, do më thonë nuk ka pas ndonjë konsultim publik ose diçka të tillë. Në komuni përmes një asamblistit. Tani jam çu, e kom thirr këshillën e fshatit mbledhje. Kena marrë mbledhje, kena vendosur që ta thirrim mbledhje edhe katuni. Banorët. Po banorët kena marrë mbledhje, as banorët nuk janë kundër me dhënë me qira. Në qoftë se duhen me dhënë me qira në e fshatit. Po. Do më thonë, banorët janë që me prodhu këta, do më thonë me shti në shfrytëzim banorët. Po, na e morë normalisht, jo një kompani nështë që vjen prej një komune tjetër ose diçka e tillë. Okej, a keni dërgu ndonjë peticion ose kërkesë? Po, e kom dërgu peticionin te kryetari. A pritni me ju thirr? Kom prit që na thirrin, po jo deri sot as nuk kanë kthy kur gjë, as nuk kanë lajmëru as kur gjë.